me pret që më të rjek forca serbe, na kallëdon thonë në bami ngus, në atë kohë në bami gjujt. Na pato unë në zbam me katër rjekë në bami gjujt. Moment ku ka liria, unë jam kom në grof shokët, kallëdova gradit. Unë kom funi luftë pa të shkep, njësin tërë pa të shkep ka 7-8 vet, 5-6 vet grupe ndryshme. Një pjesë për grupit tonë pa të shku për Shqipni, në atë kohë, me misionin ndryshme që kanë pas. Mu më rahise, me dë shok, ko Mehmeti, Bakia, Imria, Ladroci, të në Ladroci. Shabani, Bare, Nika, në ra me shku, më shotën Glana Sel, Verbës, Gradis, më shotën ndryshme, si shkepen në zonë ndryshme. Në ra anena. Në periudhë këm kalu shumicën e luftës, më të kalon drejtën, këm kalu me Mehmetin, Imrin edhe Bakin. Më kalu shumë fati, edhe jam krena që i kam shok, më kalu fati me ta. Dhe ku përfundu lufta, këm najt me ta. Edhe këna laj me tha, ne e tha, që me pret që më të rjek forca serbe, na kallëdon thonë në bami ngus, në atë kohë në bami gjujt. Na pato unë në zbam me katër rjekë në bami gjujt. E di, i na konë të kalu shatin pëllush, asfaltin, ja ku me dë shok, e ndi shmojnë në zatet në forca serbe. Më veç në uli këna këshyra, ata ka nejtë, nësë këna pas drejt një gjuhe. Helikopterat e NATO që ku për mi, për cëllëshin, ka të ishë na i këna po me syja, a shafër me gjusë këna godzoft. Ju s'këna godzoft në të aspektin, po unë në ku mas mi. Po, si jam për shemë.